Kemë zbashku gjitha këto në minutat në vazhdim. Rinis, mirë se erdhe, është kënacimet pas këto prapë në studion 410. Mirë se ju gjeta, kënacia ime t'jem përsëri pjesë e këtij emisioni. Ka shumë vite që tash Rinesa merret me çerpekët në një treg i cili mund të themi është i vrazhd, një konkurrencë shumë e madhe, gjithsesi Rinesa ka dalë jo vetëm në Kosovë, por edhe përtej kufive. Patjetër që po, tashmë po bëhen rreth 10 vite që jam në tregun e çerpekëve. Normalisht që çdo vete ma tepër tregu shkon të i bëjë ma i vrasht edhe konkurenca ma e madhe, mirë po duke sjellë gjithmonë risi edhe duke u mundu mi u përshtat trendeve të ndryshme, jemi mundu që me qëndru të fort në treg për një kohë tashmë të gjatë. Kur e mendon fillimet edhe sot ku je, si e shet gjithë këtë rrugtim? 10 vjeçar janë goxha punë. Rrugtimi ka qenë i vështirë, fakt fillimisht kur kemi fillu, sepse në moshën kur kom fillu në kom qenë e re edhe nuk është që i kom mendu shumë sfidat, mirë po me kalimin e kohës e kom po që qenurit një person që e mba një biznes ka shumë sfidat ndryshme, sidomos në industrinë e çerpekëve, për shkak që edhe nuk vlerësohet shumë si profesion nga audienca, e mendojnë si një punë ma të lehtë. Mirë po është një punë me të vërtet e vështirë për me u bo, edhe për me qëndru një kohë gjatë në treg me këtë profesion, duhet shumë sakrificë realisht. Çfarë sakrifica tani atë flasim pak ma detajisht? Po është një punë për shembull që pikës pari për një klient na merr kohë gjatë për me përfundu një set. Sepse ne punojmë me secilin çerpek veç edhe është duhet me bon perfekcion, mu mirë me secilin detaj. Punë me përpikmëri. Po, me përpikmëri. Nëse ne kemi dëshirë për shembull me mbajt biznisin gjallë, duhet me marrë sa ma shumë klient që mundemi. Tash koha çdo ditë nuk na premton për shembull me pas një balancë mes jetës private dhe klientelës, edhe kjo është sfida e parë që ballafaqohemi realisht. Pastaj, siç thash edhe më herët, është një punë pak më e vështirë, qëndrojmë në një pozitë për një kohë gjatë, edhe nuk është që vlerësohet tepër shumë venin tonë, edhe pse unë tentoj çdo herë me eduku audiencën duke i tregu që është një profesion që ka vlera, sepse merremi me detaje të vogla, edhe për me qenë një artiste e mirë, duhesh me pas shumë durim, mu mirë me secilin detaj veç. Kështu që ka sfidat ndryshme, të fillu prej shëndetit, do me thonë, se tregova që pozita është e keqe, do të me umirë me aktivitete fizike, koha. Nuk premton asnjë moment, asnjë kohë për të marrë edhe me vetën, ndoshta sa duhet. Po, është e vështirë, do të me gjetë një balancë të kohës, mu marrë me vetën, mu marrë me familjen, mu marrë me punën. Edhe fëmijët, duhet patjetër me i përmendën këtë mes? Patjetër që po. Po normalisht, unë përpos që merrem, do me thonë, direkt me klientelë, mbaj edhe trajnime, evente ndryshme, edhe si që përmendit e tash edhe jemi zgjeru jashtë vendit. Kishte me qenë shumë e vështirë nëse kisha qenë vetëm në këtë udhëtim, mirë po në këtë rrugtim, po kam fatin që kam një familje shumë suportuese dhe më ndihmojnë, sikur me fëmijët, ashtu edhe me punë tjera kur kam nevojë për shembull gjatë udhëtimeve ose diçka tjetër. Kështu që është shumë e rëndësishme me pas një rreth familjar i cili të suporton, me këtë rast një falenderim i veçantë shkon për vjerën edhe burrin që gjatë gjithë kohës janë të gatshëm me suportu në secilin aspekt. Me të ndihmu në çdo moment kur ti ndoshta nuk është se je në gjendje për të qenë prezent në momentet caktuara. Patjetër që po, unë për veti jam shumë e lumtur edhe krenare që kur t'i lë fëmijët, e di që i kom lënë me një rreth familjare dhe është dikush që për një mezëve në cënonë në ato momente. Patjetër. Gjithsesi ke pas shumë udhëtime, ke sjellë shumë risi në vendin tonë edhe përmendëm pak më herët që ke kaluar edhe kufit, në këtë rast ke hapur edhe një pikë tjetër pikërisht në Tiranë. Po, të shtunën e kemi pas hapjen ku bashkë me qendrën ST Medical Albania ne kemi hap pikën e dytë në Tiranë, Rinesa Leshës. Në Tiranë kom pas shumë kërkesa, kemi punu vazhdimisht me trajnime, kemi shkuar her pas here, edhe me terminin për klientel, që për viti 2018 unë kom punu në Tiranë, po asnjëherë nuk e kom pas një vend caktum, do të thonë një vend timin ku kom mujt me zhvillu punën, tamam, kështu që ma në fund e realizum. Mu më pëlqen shumë edhe klientela në Shqipëri,
është vajzat kanë dëshirë shumë edhe me mësu prej meje, kështu që organizojmë shumë shpesh edhe trajnime avancuse për gjitha ato lesh artiste që tash më bojnë qërpik, po dëshirojnë me u avancu. Ky ka qenë një hap shumë i rëndësishëm për karrierën tonë, për shkak që edhe Tirana është edhe një treg më i madh dhe vajzat atje janë shumë detajiste, kërkojnë shumë, kështu që ka qenë një hap shumë i madh dhe shpresojmë na shku mirë të shohim. Ka qenë diçka që e ke menduar edhe më herët, apo thjesht nga kërkesat, nga gjitha ato trajnimet që janë mbajtur ndër vite, në farë forme është krijuar edhe si një lloj nevoje? Është kriju edhe si nevojë, mirë po edhe ka qenë diçka që kom mendu ma herët, se më ka pëlqyer shumë e punu edhe në Tiranë, më pëlqen edhe Tirana, kështu si qytet, edhe kom pas qef shumë e pas edhe diçka tonën atje. Mirë po normal nuk mujt me marrë këtë hap ashtu shumë shpejt, për arsye se dvyn edhe një staf shumë mirë i profesionalizum që unë kur nuk jam atje me pas dikën të besu shumë e lonë, që mu ka dash një ko pak edhe mi trajnu vajzat edhe me qenë unë shumë e sigurt në ato se qka kanë me bo kur unë nuk jam aty. Kështu që edhe bashkëpunimi me este ka qenë një vendim shumë i mirë, se vajzat janë shumë të mira, edhe e kemi një gjuhë të përbashkët, kështu që mendoj që ka qenë tash koha e duhur. Po, patjetër. Më trego pak se si shkoi hapja, të ftuarit, çfarë thanë, përshtypjet e kështu. Mirë, ka shku shumë mirë, realisht, se për shkak edhe që gjindemi në muajin Ramazan, plus në Tiranë, edhe kisha frikë që nështë ajo shumë njerëz kanë me mujtë me ardhur, po ka shku shumë mirë, unë kom shumë shoqënie atje në Tiranë, edhe vajza që bojnë qërpik, kështu që kanë ardhur. Ju ka pëlqyer shumë edhe vendi, sepse i kemi edhe me një lokacion shumë të mirë në Tiranë, edhe ju ka pëlqyer, tash të shohim me fillim prillit, kemi me startu edhe me punën edhe të shohim se si po shkon. Po mirë, nga gjitha këto peripeti që i përmendëm, sakrifica, sfida, sa ka qenë i vështirë tani te marrja e këtij vendimi dhe bashkëpunimi me este me qenë se e përmende? Ne realisht këtë vitin e fundit, pri fillimit vitit 2025, kemi marrë vendime shumë mëdha, për shkak që edhe kemi ndruar edhe lokacionin në Kosovë, kemi dalë në Prishtinë, do të thonë kemi dalë me një lokacion që realisht është pak larg qytetit, mirë po është në një ambient përbashkët me shumë artista të mëdhej, të botës bukurisë, po, edhe aty ka qenë edhe njohja e parë me Esten, për shkak që ata kanë edhe qendrën pikën e dytë e kanë po në atë ambient, edhe aty jemi njoftu fillimisht, edhe bisede sipër i kemi tregu që kam qef një det me arë në Tiranë, me hap diçka timën, edhe kështu ka lind ideja që me bashkëpunu bashkë. Për shkak që edhe ata kam pas një ambient ma të madh, të përshtatshëm, ka qenë një ambient shumë i përshtatshëm, edhe kemi ra dakord që me hap edhe pikën e dytë Trinisa Lashës atje. Mirë shumë, nga gjitha këto që i përmendëm pak më herët, ti vazhdon të jesh prezente edhe me trajnime, edhe gjithmonë ka vajza të reja të cilat shprehin interesim për të mësuar punën. Nuk i frikëzohesh konkurrencës rinis? Ata bëjnë shpesh këtë pyetje, po besoj. Po, shumë shpesh, madje në fillim kur kam fillu me më bajt trajnime, kom pas edhe kritika sepse po më bajnë trajnime, për shkak që mundet me ndodhë që kanë më bu konkurrentet e tua. Realisht, unë kam dëshirë me i qujtë kolege, edhe në momentin kër ato kanë sukses, për mu është një gjë shumë e mirë, shumë madhore, për arsye sepse ato janë diçka që unë një farforme e kam kriju. Edhe ajo është krijimi im, edhe është një reflektim i punës tem të mirë. Kështu unë e shoh. Për mu, vajzat të cilat i përfundojnë, se tek e fundit nëse nuk e përfundon trajnimin të onë, nëse onë s'po mbajsha trajnime, kanë me përfundu dikun tjetër. Kështu që ato nëse dëshirojnë me bo diçka, kanë me bo sikur të onë, sikur dikun tjetër. Unë jam shumë e përkushtuar sidomos në trajnimet, për shkak që kam dëshirë që vajzat që trajnojnë, që mësojnë në akademinë tonë me pas shumë sukses. Unë e di që shumica prej tyre nështë e kanë shumë të vështirë edhe mi bo mjetët për me ardhë me përfundu një trajnim, ose mundet me pas shumë andër, me përit shumë, i përjetoj që ato emocionet e vajzave që vinë me përfundu trajnimin të një. Kështu që mundona me jep maksimumin për to, unë ende i mbaj trajnimet vetë në akademinë tonë, normale kom stafin i cili më dimon gjatë gjithë kohës edhe jam shumë falenderuese ndaj vajzave që janë gjithmonë gatshme
me bo një punë shumë të mirë dhe profesionale në studion tonë. Kështu që kam qenë qa që përkushtume, sa që në tetor të viti 2025 e kemi marrë edhe licencën prej London Lash Pro, që është një brand botror. Tani unë jam master trainer e Akademisë London Lash Pro, ku i përfaqësoj trojet shqiptare. Dhe më thonë, janë vetëm 5 vajza në krejt botën që janë master trainer të kësaj akademie dhe njëra ndër to jam unë. Në krejt botën? Po. Është një në Dubai, 2 në Spanjë, një në Angli, unë edhe një në Francë. Kështu që jam shumë e lumtur për këto, nëse nuk kisha qenë shumë e përkushtuar, nuk kisha pas nevojë me bo edhe këtë hap, kështu që për mua ka qenë shumë e rëndësishme që për vajzat që vinë në akademinë tonë me jep maksimumin edhe mi trajnu ashtu siç ato e meritojnë. Patjetër. Vazhdon të mbash trajnimet e përmende pak më herët, edhe këtu, po besoj që shumë shpejt edhe në Tiranë. Po, ne kemi startu me datat në Tiranë, me trajnimet fillestare dhe ato avancuese. Në Tiranë ku mbajt edhe shumë evente ndryshme, se për pas trajnimeve njihem edhe për organizimin e eventeve. Evente ndryshme që tash kush nuk është në botën e Çerpekëve dhe nuk i kupton, po mbajmë konferenca ndryshme me artista internacional që vinë për krejt botës në Kosovës e në Tiranë, varsisht ku e mbajmë. Gara për Çerpekë, ku lësh artistet garojnë për një titull. Edhe kanë shku gjithmonë shumë mirë. Tash kemi startu tamam me data për çdo muaj edhe në Tiranë, edhe po shpresojmë që ka me shku mirë. Po sa është e vështirë tani me mësu punën një artiste Çerpekë dhe një lash artiste? Ndonjëherë është e vështirë, sepse ka vajza... Përmendëm pak më herët që është punë me përpikëri të lartë, në të fije më fije. A din që është kjo punë? Kur të filloj me jap trajnime, ditën e parë, do të me paramenu që jetu full me një person, me një fëmijë të vogël, që e ka një fletë bardhë për para, edhe ti kemi shkry qatë fletë. Nuk e ka asnjë informacion, edhe ti ati personit kemi të regu çdo hap, se cilin veprim, që shka me mbaj durët, gishtat, pinceta, do më thonë në është pak ngarkesë, me mësu dikon. Do më thonë është një person për balteje, cili ka krejt shpresat e te për një të ardhme të vetën. Po, që shtash fillim, për pas që do të me pas dorem për me bo Çerpekë, do të me pas dorem edhe për me mësu dikon. Po tash prej përshtypjeve, se po dalë për modestis krejt, po, prej përshtypjeve të studenteve, kur na të regojnë se si kanë kalun trajnim, më thonë gjithmonë që jam një trajnire e mirë, një mësuse e mirë, kështu që shpresoj që po. Patjetër, edhe vrihet rezultati. E përmendë pak më herët që të gëzon fakti kur një nxënëse, po i them kështu, po, ashtu i qymë edhe një nxënëse e jotja normalisht arrin sukses edhe ka punë, pse jo gjithë mund të punojnë në Prishtinë, në fund të ditës Kosova është e madhe. Me të tregu drejtën. Kërkesa kanë shumë qytete tjera. Me të tregu drejtën mas pak, kam studente për Prishtinës. Zakonisht janë për qyteteve tjera ose prej vendeve jashtë Kosovës. Po edhe nëse kishin me qenë për Prishtinës nuk unë pengon as pak. Mundohem në temën sa të munde me jep maksimumin për çdo gjë, jo vetëm gjatë trajnimit, por edhe mbas trajnimit. Edhe veç shpresoj ato me pas sukses, për mua është një gjë shumë e mirë. Është një feedback shumë e mirë për punën që na bën. Për punën që je duke e bërë ndër vite. Zakonisht, kur njerëzit marrin një vendim për të bërë Çerpikët, grimin, diçka me estetikën në përgjithësi, e kërkojnë dorën e vet artistit. Kjo ndodh edhe me ty, besoj. Ndodh shumë shpesh. Mirë po, edhe stafin që e kam për një kohë shumë gjatë, edhe për shembull Mimoza është njëra ndër vajzat që punon me mu për një kohë shumë gjatë, edhe ka plot klienta që na shënojnë për shembull që dënë termin ekstra të Mimoza ose të dikush tjetër e përmend me emër, sepse pra krijojnë një lidhje, krijojnë një besim. Po, e bojnë një punë të mirë, sepse unë gjatë gjithë kohës i trajnoj, edhe nëse për shembull vjen një vajzë me shumë përvojë, për më bo pjesë e stafit tonë, prapë se prapë i trajnoj me muj, për me mujt me mbrit atë rezultat cilin e kam edhe unë. Mirë po kemi edhe kërkesa të klientëve kur kërkojnë ekstra të rinisa, edhe normalisht i respektoj gjithmonë, por në rastet kur unë nuk jam aty ose nuk mundem për momentin mi abo Çerpekë një klientit, mundohem me i bind që është diçka e njëjtë, edhe shpesh i thëmë provoje. Nëse nuk të pëlqen, prapë unë komi t'i bo, po provoje një herë, veç
Shifi që është për një me i mirë. Edhe zakonisht, kër i bjenë stafit me bo naj klientit timën, mas ne ato nuk thejen të unë prapë. Jo? Jo. Deri para pak viteve nuk e kum pas problem se kum punu bashkë me motrat, edhe pa të kriju klientela një lidhshmëri edhe me ato. Të vëtho me motrat e mija, edhe me mimozën, kështu se kemi pas fare problem këtë pjesë, tash motrat kanë shku me jetu jashtë vendit, më kanë leon vetë, edhe kemi kriju një ekip të ri, po prapë se prapë nuk është që kemi shumë kësi lloj probleme. Ja del njeri ju edhe në situata tila? Pa tjetër që po, pa tjetër. Gjendet? Pa tjetër. Kryon hapësirë, Ka shumë vajza që e dojnë punën, që janë artiste, që kanë dëshirë me punu edhe me tregu artin e vetë, edhe unë me zispres me u taku me një vajzë tillë. Se unë komunikoj shumë mirë kër një person që bën qërpek, dëshiron më mësu, dëshiron më avancu, shpesh i thëm stafit, veç apo dënë me mësu, se unë jam këtu për gjithë shka. Përpës që i avancoj vetë, ne mbajmë edhe trajnime, si shtashë ma herët që i ftoj shumë shpesh mastera prej jashtë vendit për trajnime të ndryshme, për vajza që jetojnë në Kosovës e në Shqipëri. Kështu që aty gjithmonë është pjesë edhe stafi em ku trajnohen nga ato trajnere, mësojnë gjona të reja, sepse kom dëshirë ato me mësu diçka edhe prej dikuj tjetër, jo vetëm prej meje, kur është diçka shumë e mirë pse jo. Kështu që gjatë gjithë kohës janë në trajnime edhe vajzat e stafit edhe. Pa tjetër. E përmende pak më herët që ka që vinë ndoshta me kërkesat të tjera, po nga propozimi ytë mund edhe të provojnë diçka krejt tjetër. Po, ndodhë për shembull shpesh me ardhë dikush me kërku një mbjellje që unë e di saksisht që nuk i rrim bukur për syrin e saj. Nuk i shkon për formën e syve. Edhe gjithmonë mundohem me binë që dosh me bo një formë tjetër për me mujtë me qitën pa atë bukurin e syrit tënë. Ka raste kur kam gullin në ato që qa dojnë vetë, po, kemi edhe asi raste, unë mundohem me binë nëse shoh që po kam gull pa tjetër, prap mundohem me bo ato që apet donë ajo, po në një mënyrë tjetër që edhe mu bëhe jemja, edhe mu bëhe saj. Po, një mes, me gjithë një... Se i pëlqen ma tepër, tash kanë kalu 10 vjetë, unë kur të ri me dikën me ullë me pi kafe, unë krit me ti këm se qysh mi avo qërpekt, qëfar forme, si që në di me analizu se sërin sy, edhe normal që di ma mirë me caktu një formë, se sa ajo vetë për vetën e vetë. Por, kur insistojnë te për shumë, atëherë gjej një mes asaj që ajo dëshiron edhe pjesës tem, kurse nëse malojnë mundur plotësisht, pa tjetër që ka me dalë rezultat shumë i mirë. Po mirë, cilat janë kërkesat e fundit edhe ka përshkon trendi? Realisht, nëse flasim fillimet e mija, ka qenë natural. Pastaj e erë një kohë ku lypshin ma shumë volum, do me thonë diçka me ma voluminoze. Tash kemi kalu prap, është një farë trendi 50-50. 50 dëshirojnë, do me thonë, ma naturale, 50 që dëshirojnë ma shumë, mirë po edhe këta ma shumë mundohemi mi bo gjithmonë me mas ma të vogël, vetëm në rastet kur ka një sy shumë të madhë, ose një sy shumë të rumbullakët, ku do të me kriju një formë për me mujtë me janë ndru formën e syrit në një farë mënyre, atër do të me kriju ma shumë volum për miran pa forma e rejtë që na pëdojna me bote aj përsan. Për shembull, nëse syri është i rumbullakët, ne do të me kriju një ketaj për më do kësyri ma bukur. Për ndryshe, unë kam dëshirë shumë e punu me ma natural, ma naturalitet, e du ato, edhe për shë që kam klientel ma tepër që vinë të kom për shkak që e bëj punën ma naturale. Po, e vlerësojnë punën tënde. Besim të naturaliteti, nëse do të mi përgjigj me njërën në kësaj pyetje, besim të naturaliteti. Pa tjetër, gjithsesi kemi shumë lloje tash, apo jo, e përmende një ketaj, por gjithsesi ka shumë. Ka 3 efekte trendi që kanë dalë viteve të fundit. Për shkak që mbjerja e qërpekve ose zgjatja e qërpekve, se na bojmë zgjatje e qërpekve realisht, për ka mbjetë si emër mbjerja e qërpekve. Ka fillu prej bas viteve 2000-ta me u zhvillu si profesion, edhe gjdo dit delë diçka e re. Kështu që edhe efekte trendi kanë dalë tash viteve të fundit. Kemi kthimet ndryshme që jam për shembull kthimi L, kthimi M, trendet që janë vespe, për shembull disa qërpek ma gjatë, disa ma të shkurt,
Kemi Classic Wispi që duken si kur me I bo me maskar, për realisht jenë mbjellur, për kërkush nuk mënut me vrejt. Me vrejt se çfarë? Jo, është edhe maskara efekt, qërpik të lagër, është edhe eyeliner lashes që duket si liner, dhe me thonë, kom pas raste kur kanë ardhë, më kanë thonë për me bo permanent make-up, linerin, ma kanë tregu një foto të qërpikve, si kur liner, se nuk vrejt që janë qërpik. Ka trendet ndryshme që kanë dalë tash, po në kësaj përket Kosovës, vajzat ma shumë rinë të gjërat e thjeshta. Po. Nuk kanë dëshirë dhe shumë me eksperimentu. Po mirë, mitet që ekzistojnë rreth mbjelljes apo zgjatjes së qërpikve, çfarë besojnë dhe çfarë është në realitet? Vajzat këtë rast dhe kërkesat e tyre. Tu fillu prej teje, që friksohë se mos dëmtojnë qërpikt. Përmi e tu fillu. Dëmtimi qërpikve është miti ma I madhë që sot e kësaj dite vazhdan. Edhe unë gjithmonë mundohem me javë shpjegu njerëzve që nëse një punë bëhet në mënyrën e duhur, nuk dëmtojnë qërpik natural. Shanca nuk ka. Dhe me thonë, unë I kam 10 vite që I bëj qërpik të mi edhe asë njerë nuk dëmtojnë. Nuk komet pa qërpik, të thonë. Po, se nëse më dëmtojnë mu qërpik, unë s'kam kom I vendos mu qërpik të extension herën tjetër. Kam plot kliente që vinë vazhdimisht, dhe me thonë që nashta kanë harru me pa vetën e vetë pa qërpik, edhe nuk ju dëmtojnë qërpik. Thjesht duhet me bo një punë të pastërt. Ngjitsi I qërpikve është diçka që na duhet me përdor me sasi tepër të vogël, vetëm atë sa na duhet. E ka për shembull raste kur abuzojnë me ngjitsin e qërpikve, e në ato raste normal që mund dëmtu qërpik natural. Po, nëse e bën një punë të pastërt, as nuk I ndjen qërpik të në sy. Dhe më thonë, absolutikisht nuk I ndjen qërpik të në sy. Absolut. Po mirë, dhe se si mirëmbajtja pas procedurës. A I rinë gati sa duhet klientët tani? Pytje e mirë. Po, prandaj po e bëj. Jo, të ne I rinë gati edhe si I rinë gati. Ka plot kliente që I bojnë qërpik dhe pasaj shkojnë përdorin maskarën, që është diçka që e ka një jo të madhe. Pra, nëse bëjmë qërpik, nuk kemi nevojë ta përdorim maskarën. Jo, sepse ne nuk mundemi me pasru pasaj maskarën prej qërpikve extension edhe kemi me I dëmtu qërpik. Nuk bën mi prek, nuk bën me përdor gjëra vajore të qërpik se I shkrin gjitsen. Duhet me I pastru me ujë, është edhe një met shumë interesant. Vajzat, femrat, përgjithësi gratë vajzat, kur I bojnë qërpik, mendojnë që nuk duhet me I pastru me ujë. Kjo është domethënë absurde. Duhet pa tjetër, çdo mëngjes çdo mbrëmje me pastru syt. Pa tjetër. Duhet me kalu ujit të qërpik, sepse uji I largon vajrat natyrale të syrit, edhe gjitha papastërtit për thëmë thojza, edhe lejon që qërpik me qëndru ma gjatë, po nëse nuk pastrohen, atëhere ngjitsi shkën të dopsu, edhe qërpik të extension pastaj bim për një kohë ma të shkurt. Se fillova me mbaj trajnim për më to. Taman edhe drejt për drejt në televizion. Po mirë, gjithsesi, po e diskutojmë pak edhe jetëgjatësinë. Dhe sa shpesh tani lejohet? Për mos u Për një mbjellë qërpik? Po. Mund është vazhdimisht, nuk është... Gjatë gjithë kohës? Po, nuk është asë një problem. Qërpik që ndrojnë dikur rreth 7 javë, 6 javë, 7 javë, për shkak që aq është rigenerimi I qërpikve natural. Dhe me thonë, qërpik natural rigenerohen çdo 8 javë, çdo 10 javë. Në varet çfarë rigenerimi ke. Ka persona, për shembull, që çdo 5-6 javë rigenerohen qërpik, kanë rigenerim ma të shpesht. Nëse muj me krahasu, për shembull, kur ne lindim, periudhën pas lindjes ose gjatë shtatzanis, rigenerimi ndodh ma shpejt. Shumë vajza kanë problem me ramje të vetullave, të qërpikve dhe të flokëve. Në atë periudhë, për shembull, qërpik nuk qëndrojnë gjatë, për shkak që qërpikët e tu fillojnë me... Janë duke u rigeneruar. Po, janë duke u rigeneruar, ata binë. Dhe më thënë, nuk është pse ne I kemi vendosur qërpik të extension edhe po binë qërpik të tu, po pse po ndodh një proces normal. Kështu që edhe rigenerimi I zakonshëm është I tillë, pra neve na binë qërpik edhe na dalin tjerë. Ky është rigenerimi. Ka edhe prej, sepse njerëz ndoshta nuk janë interesuar me I ditë, ka pas raste kur I kanë pa qërpikt e vetë, të ra me qërpik extension edhe kanë mendu që s'kan ju dalë mo. Por realisht qërpik binë edhe dalin vazhdimisht. Kështu që edhe extension qëndrojnë atë sa ka me qëndru qërpiku jëtë,
nëse prapo e ceki që nëse puna bëhet si që duhet. Kështu që jetë gjatësia është dikon nga 6 javë, 7 javë. Po, edhe varet paka shumë edhe për metabolizmit Po, mundem i rimbush do 2-3 javë, nëse dëshirojnë me qenë gjithmonë më udog bukër. Munden edhe me i heqë edhe me qëndru për shembull 1 muj, pa i bo dhe prap me vazhdu. Kemi raste për shembull kur dikush i bën 2-3 vite vazhdimisht edhe pastaj i heq 1 muj dën me pushu, është krejt normale, po edhe nëse i bën vazhdimisht nuk është ndonjëfarë problemi. Mirë. Gjithsesi, do ta diskutojmë pak edhe pjesëmarrjen tënde në Big Brother VIP Albania. Okej. Patjetër, sepse e kemi pa që keni qenë edhe keni mbjellur, keni zgjatur çepikte edhe të vajzave aty. Ka qenë sfiduse. Sfiduse. E kam pa edhe në rrjetet sociale, po ka qenë shumë sfiduse, realisht, për eksperiencë e bukur, nuk besoj që kemi me arru letë. Unë nuk e kom përjetu, nuk e kom paramendu që mundet me ndodhë ashtu dhe me thonë. Krejt e din, kush bën qërpek, e den që klientja do të me qëndru shtrirë, pa folë, mos me pas lëvizjet mëdhaja, kurse ato e gjatën momentin e duhur për me pas debate me zveti. Në ato momente, Debate se qëfar debate, do më thonë, u zëshin nga kreveti, hekshin pizzat, e ka ngrit zonin shumë, ka qenë të se e pa mundur për neve me punu, po edhe në atë situatë, kur te e dem, për shambull, stash ato jënë mësumre, po për neve, sa dhe që mundemi me qenë të mësumë pe kamerave, pra po është një farë situate që nuk din se si me reagu. Edhe unë pak mundoj sham e zotë vogën me thonë, edhe na ka mundësi pak mu qëtësu, se të të me punu, e këshëm kone limitume, po ishte këtë, realisht nuk desha se si me reagu në ato momente, po ja dollëm. Do për thonë, veç ishe vajzat e stafit, nervoz, shumë siklet ka qenë, po ja dollëm. Të i lutëm, shtrio, do të me ti përfundu. Ka marrë kohë më shumë se sa që duhet. Pa tjetër që po mori kohë shumë edhe po ja dollëm banë, mu ka dok që e kemi përfundu shumë mirë edhe e kemi pa dhe videot pastaj se si ka ndalë puna, po mu ka dok shumë bukur, edhe vejtullat edhe qërpekt i kemi regullu. Kështu në përgjësi ka qenë eksperiencë mirë, vajzat kanë qenë shumë me energji matë mirë kër ishe live, njëjtë ka ndodhe dhe tek Big Brother Kosova se kemi qenë edhe atje, ndryshe jënë banorët kur t'ishe në person, po shumë janë ndryshe, por... Në qëfar aspekti janë ndryshe? Nuk i di, për shembull tek sjelljet e tyne, energjinë e kanë ma të mirë, në kamera duken, nashta pse ne i shohim gjithmonë në për debate, duken ma arrogant, nuk i di, do me thonë, kur t'i she nga ofër, duken shumë ma të butë, ma të mirë, ma të sjellshëm, ose sillen mirë me neve, nuk i di. Po, kanë shumë ditë pa pa njerëz edhe gëzohen kur t'ju shkon dikush brenda, kështu që në të me qenë edhe kja. Për pës kësaj pjesës që ke shumë sfiduse, mënyra se jemi punu, kushtet kanë qenë të vështira. Po prapë se prapë kemi dalë me bo një punë shumë të mirë. Mendoj që për neve si biznes ka qenë e mirë një farforme, sepse ju kemi të rëgu se edhe në këto kushte, kur dënë me bo diçka, mund është me bo, se ne kena qëndru gjatë gjithë kohës shumë qeta, edhe kemi përfundu punën tonë deri në fund. Pas një problem. Mënyrë ma të mirë. Po, pa tjetër. Gjithsesi, e keni pas taksirat me ndëgju debatet edhe me i duru ato lëvizjet. Ka qenë kështë pak situatë e vështirë, se nuk e din se si me reagu, do me thonë, nuk desha... Do t'a bëhe prapë në të njëjtat kushte? Jo, herën tjetër nëse kishë ndodhë e njëjta situatë, kisha folë. Kisha thonë, të lutem, janë daloni, ja po dalë jashtë, se qështë nuk me ju punu. Po. Për ndryshe ka. Unë e kam një rast me një klientet timën, kur vendet e unë mi bo qërpekt, zakonisht, me telefon dorë gjatë gjithë kohës, edhe kur të folin telefon, i hapë sytë non-stop. Edhe ka qenë shumë e vështirë me punu me ta. Edhe erdhë situata që u desha asaj me shku jashtë vendit, edhe e i bën qërpekt me një rusa. Edhe ato janë shumë trepta, edhe ajo nuk e len as me pas qam qakës, as me fol, telefonin i thot, fike telefonin, leje anash, jo ofër,
Edhe, do më thonë, sot merë edhe frym nga dalë, ta shqysh ma ka përshkrujt klientja, edhe kërër të unë e tha, moj ti tha, ti ishe loks, ta, ti po më lërë me folë edhe në telefon, thash po qashtu tuhet me nejt. Po normal, neve ka njerë nga vjen keq, për shamull, një avë kur zdu klienta. Një loj respekti. Po situata në Big Brother u konkret tjetër sa. Tjetër sa. Po mirë, gjithësësi, qëfar patëm do një siklet nga kamera që janë... Realisht aty nuk duken kamera qëmë. Ishen 2 kamera, kështu që vrejen me sy, kamera tjera ka qenë brapa pasyreve. Edhe ti nuk e den, do me thonë që ka kamerë, nuk e ndjenë. Nuk e vedishme që janë po, vetëm që unë e di që jemi në transmitim, por ndryshe nuk shet diçka. Edhe shumë shpesh harrojsha dhe që jam para kamerave. Ka njere lëshesha naj hajgare me koleget, adem kështu se kur ato bëshin debate me zveti, s'kishën qame po tjetër. Pa tjetër që po. Rinesa, nga gjitha këto që i diskutum, qa do të sjell ekstra, qa do të sjell diçka të re në vazhdim? Cilat janë planet, më mirë, po themi kështu për të ardhmen? Ne çdo ditë po bojmë faktikisht risi, jam me një periudhë që sa shfaqim diçka, del diçka tjetër. Për momentin jemi në bisedime për një bashkëpunim shumë të madh me një trajnere nga Amerika. Ende nuk e kemi përfundu marrëveshjen, po besoj që shumë shpejt kemi përfundu dhe kemi me publiku. Është një prej trajnerëve më të kërkuara, po që nuk e ka pas askush mundësim për me bashkëpunu me të deri tash. Është shumë ekskluzive, nuk bashkëpunon me shumë njerëz, që ka qenë një mundësi shumë e mirë për mu për me bashkëpunu me të. Besoj që shumë shpejt kemi me publiku. Kjo është njëra ndër risit më të parafërta, kështu jemi të përgatit për evente të ndryshme, që tash kemi mi pas në vazhdim. Po mundohemi me sjellë sa ma shumë risi, trende të reja, janë edhe disa trende që kanë dalë dhe jemi të punu për mi realizu, edhe mi pas të gachme për verën 2026, që vajzat zakonisht verës kanë qef me eksperimentu diçka të re të Qërpekt, kështu që po mundohemi me sjellë ato trende, për me pas gati për verën. Po mirë, deri tash po atë mundësime me analizu bolë, edhe e di që ke po edhe ma herët, qëfar trendi, ose qëfar loje të Qërpekve duna mi mbjellë, një zgjatë? Po, me ty isha shku me një maskara efekt, për shkak që je tip shumë natural, ki qef shumë natural me i bo Qërpekt, edhe besoj që të kishë nejtë shumë bukur e kështë hek edhe maskarën për përdorimit. Pra, minus një procedur gjatë grimit për emision, a? Po, që bogati ma shpejt, kështë që besoj që ishtë do shumë bukur. Edhe atë kënd, Kthysen e Qërpekve e kom gjujtë në përlog, se na ka shkaktu dëme. Po, pas ati aksidentit besoj që nuk i kishe refuzu asë njëherë më mbjellë në Qërpekve. Pa tjetër. Po ta shumë kam betë edhe ty me të bind, edhe Selinin e Big Brother se nuk i boni Qërpek. A nuk i boni, jo, se pasë së një dëraj, kur dele lam, kur të përfundon Big Brother e lam me abo. Me abo do një mundësi. Pa tjetër. Po. Jemi krejtë minutat e fundit, qka kishe do është me i porosit të gjitha vajzat gratë, ato që patën mundësit në shohin për Qërpekët, por edhe ato që dëshirojnë të mësojnë. Pse jo, një ditë të kthejnë edhe ato në profesion? Pa tjetër, për të gjitha ato femrat që dëshirojnë me mësu punën me Qërpek, i ftojmë ja jep vetit një mundësi, tashmë i kemi edhe trajnimet me zbritje, ja vlenë mu përmenë, se e kemi bo një kampajnë për 8 mars, e kemi bo për kretë mujën mars, kështu që i kemi me 50 deri në 70% zbritje, edhe ja vlenë me provu edhe këtë profesion. Pse jo, është një profesion që cilë pavarësi financiare, edhe kohë për familje, se për shambull, kur te punon një profesion t'il, mundesh me i caktu terminet varësisht se qysht konvenon ty, edhe me gjithë kohën edhe me familje, edhe për vete, edhe për punë. Do me thonë gjitha ato që dëshirojnë me mësu për Qërpek, i ftoj me provu edhe me largu frikën, me dalë prej asaj komfort zonës të vetë, edhe me largu frikën. Gjitha ato që dëshirojnë me bo Qërpek, edhe që nuk i kam bote i tash për shkak që jënë friksu se i dëmtohen, e ftoj me provu, thjesht do të me gjetë vendin e duhur, ku i garantohet që nuk i dëmtohen Qërpekt.
Edhe që është një procedurë e lehtë, e shpejtë. Po, është një procedurë e lehtë. Po të shtrirësh aty pak pushon edhe po, është një kohë relakse dhe pak për vetën. Me flajt nëse dëshiroj se nuk ndjejnë kur gjë gjatë procesit, është diçka se ne punojmë vetëm me çerpikun, nuk e prekëm lëkurën fare, kështu që. Po. Kënaqësi që të pata këtu Rinesa, faleminderit për gjitha këto që ndajte me ne. Të uroj shumë suksese si ajo e Tiranës, unë po shpresoj shumë që të hapet një pikë tjetër pse jo edhe në Maqedoninë e Veriut, edhe më lart. Sukseset më të mira për ty, po shpresoj që ne të dyja do të shihemi së shpejti. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi e madhe me qenë prapë para teje. Unë të pres tash me t'i bëu çerpek, kemi me provu publikisht tek e jap tentimin. Një falenderim për fund, që shtash edhe ma herët që e kam një suport shumë të madh për familjes tem, kështu që edhe njerë po duhem falenderu familjen, stafin edhe kushdo që është pjesë e suksesit të Rinesa Leshës, se me të vërtet nuk mundemi vetë me realizu që ka qana. Asnjëherë, vetëm nuk bëhet asgjë. E kam një ushtri shumë të fortë për mas. Patjetër. Kënaqësi që të pata.